Pas 4 ditësh kërkime me shpresë se Ajet Leshi mund të gjendej gjallë, mësohet se ai është gjetur pa shenja jete. Burimet bëjnë me dije se 27 vjeçari është gjetur i pajet në malin e Pashtrikut. Kujtojmë se para 2-3 ditësh u raportua se ai u gjeti pa jetë, mirë po ky lajm u përgënjeshtrua nga një i afërm i Ajetit. Ky i fundit bëri me dije se policia dhe familja po vijojnë kërkimet për gjetjen e djalit, ndërsa sot fatkeqësisht u konfirmua se Ajet Leshi u gjeti pa jetë. Sipas skuadrës së kërkimit dhe banorëve të zonës në vendngjarje, trupi i të riut është gjetur pa dëmtime të jashtme. 27 vjeçari mësohet se u gjeti pa jetë tek vendi i quajtur Kurora e Mujës, së bjeshkëve në Domaj të Hasit. Dyshimet e para lidhen me faktin se i riu mund të ketë vdekur si pasojë të ftohtit, mbulimit nga bora apo ndonjë problemi tjetër shëndetësor. Referuar një bisede telefonike të bërë së fundmi me baban pas humbjes mesditën e së dielës së 6 prillit, viktima i pat thënë: "Bab, kam mbet në mal dhe jam sëmur." Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.